Albin Kurti fitoi besimin e votuesve me një diskurs të fortë për sovranitetin e Kosovës dhe barazinë si shtet, por mandatari i ri si kryeministre nisën një kohë kur marrëdhëniet transatlantike janë të brishta dhe sfidat gjeopolitike të reja. Ata që vëzhgojnë tonë se është thelbësore për Kurtin që ta rikthejë besimin aleatëve dhe t'i shmang hapat surprizë, në të kundërtën, rreziqet do të jenë serioze. Lëvizja vetëvendosje e Kurtit fitoi bindshëm zgjedhjet e 28 dhjetorit duke marrë mbi 51% të votave dhe duke thyer rekordin e saj. Pas muajsh bllokade politike për shkak të zgjedhjeve të shkurtit 2025, të cilat nuk i dhanë të njëjtin sukses, Kurti u rizgjot kryeministër më 11 shkurt dhe u zotua se mandati i ri do të fokusohet në rezultate konkrete dhe qeverisje efektive për qytetarët. Mandati të cilën po e kërkojnë është mandat pune, drejtësia dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatia për të gjitha Kurti natën kur u votua qeveria e tij. Gjatë prezantimit të kabinetit të ri, Kurti bëri një bilanc të mandatit të kaluar, duke theksuar arritjen e ekonomisë, sigurinë dhe demokraci dhe paraqiti prioritetet e ardhshme në arsim, mirëqenie sociale dhe energji. Në politikën e jashtme ai vizoi se do të punojë me këdo mbi bazën e respektit të ndërsjellë se aleancat me BE-n, SHBA-n dhe NATO mbeten të palëkundura.